Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ishte në tregun industrial në kryeqytet për të shpjeguar bizneseve të vogla programin e opozitës. Ky program është të zgjerojmë hapësirën e frymëmarrjes nga barra fiskale, duke ngritur tavanin nga 140.000 euro pa taksa në 180.000 euro pa taksa. Gjatë bisedave në tregun industrial, kryetari i PD-s Berisha premtoi falje për gjobat e vendosura ndaj biznesit vogël. Por do të jetë amnistia për të gjitha gjobat, jo vetëm për biznesin e vogël, por edhe për qytetarët, për pensionistët, për këtë ju garantoj se ky do të me bë amnisti për trafikantët, jo nuk bëjmë. Ata nuk i duam, se ato parat tyre po erësojnë ekonominë për tokë. Nga ana tjetër, Berisha premtoi se në rast se fiton në 11 maj nuk do të lejojë pushtetin vendor që të aplikojë taksa të larta mbi bizneset. Bashkisë do t'ja vëmë kufirin tek thana, që të mos guxojë të vëmë taksa më shumë se 1% të xhiros, tani shkojnë gjën 8% të xhiros. Më pas në një komunikim me gazetarët në selin e Partisë Demokratike, Berisha ju kundërpërgjigj kryeministrit Edi Rama dhe deklaratave për shpalljen e tij non grata, duke i kujtuar hetimin e ish-drejtuesit lart të FBI-s me Gonigall. I them gjithashtu se nëse Blinkeni bërë një vizitë blic në Shqipëri i paguar apo i papaguar nuk di gjë, për t'i mbuluar skandalet mërshëm me Gonigall, Kazani po zjen. Ai skandal nuk mbyllet kurrë.